Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Kur vijnë tundimet, Zoti Sovran i plotfuqishëm që njeh detajet e ndërlikuara dhe çdo aspekt të tundimit, thot: sa herë që tundohesh, nëse do të shohësh 2 herë, do të vësh re se gjithmonë ka një rrugë shpëtimi. Tundimi është realitet për çdo besimtar. Sa herë që përballemi me të, nuk do të thot as pak që jemi të rënë shpirtërisht ose që kemi dështuar. Në fakt, e kundërta mund të jetë e vërtet, ashtu siç do ta mësoni edhe në programin e sotëm, Prekja e Zotit. Në transmetimin e sotëm, Dr. Charles Stanley shqyrton një fushë të jetës që shpesh gënjen shumë të krishterë. Çfarë duhet të bëjmë kur përballemi me tundimin? Ndërsa dëgjoni, do të zbuloni përgjigjen për pyetjet e zakonshme në lidhje me tundimin që mund t'ju ketë lënë në konfuzion dhe të ketë rrëmbyer paqen tuaj. Qëndroni me ne në mësimin biblik të Dr. Stanley në lidhje me tundimin dhe mësoni si të qëndroni të lidhur me Jezus Krishtin. Titulli i mesazhit të sotëm është: Kur përballemi me tundimin. Le të shkojmë së bashku tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 10, vargjet 1 deri në 14. Besoj se këtu gjendet sekreti për të mundur tundimin. Pali shkruan: sepse o vëllezër, unë nuk dua që ju të mos e dini se gjithë etrit tanë ishin në nëren dhe të gjithë shkuan në përdet dhe të gjithë u pagzuan për Mojsiun në re dhe në det. Të gjithë hëngrën të njëjtën ushqim frymëror dhe të gjithë pinë të njëjtin pije frymërore, sepse pinin prej shkëmbit frymëror që i ndiqte. Edhe ky shkëmb ishte Krishti. Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre, sepse ranë të vdekur në shkretëtir. Dhe këto u bën si shembuj për ne, që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga ashtu si dëshiruan ata, dhe që të mos bëhemi idhujtar si disa nga ata, sikurse është shkruar: populli u ul që të hajë dhe të pi dhe u ngrit për të luajtur, dhe të mos kurvërojmë ashtu si kurvëruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 23.000, dhe të mos e tundojmë Krishtin ashtu si e tunduan disa nga ata dhe u vran nga gjarprinj, dhe mos u ankoni ashtu si u ankuan disa nga ata dhe u vran nga shkatruesi. Dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin ton, për ne që jemi në mbarim të epokës. Prandaj, ai që mendon se qëndron në këmbë, le të shohë se mos bjerë. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimi njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që t'ju tundojnë për te i fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap rrugë dalje që ju të mund t'a përballoni. Pastaj Pali vazhdon: prandaj të dashurit e mi, largohuni nga idhujtaria. Korintasit po kalonin një kohë të vështirë nën stres, dhimbje dhe vuajtje. Shumica e këtyre gjërave kishin ardhur mbi ta sepse ata jetonin në një shoqëri të shthurur dhe idhujtare. Në kapitujt e mëparshëm, pam se besimtarët në Kish po tundoheshin që të ktheheshin sërish në idhujtari. Ata shkonin në të gjitha festat ku ofroheshin oferta para idhujve. Pali këtu trajton një problem që kemi të gjithë ne, dhe jo vetëm të krishterët e shekullit të parë. Si të merremi me tundimin? A është e mundur të përballemi me tundimin dhe të qëndrojmë fitimtar vazhdimisht, duke mos pasur një jetë me dallg? Në vargun e 13 jepen 3 çelësa. I pari është ky: tundimet tona janë të zakonshme. Ti nuk mund të nxjerrësh asgjë të re dhe të thuash: "Oh, por ti nuk e di tundimin tim." Perëndia i njeh ato. Ai thot: "Përveç tundimit njerëzor." Letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 10,
vargu i 13. Të gjithë ne, kur ndodhemi para një situate të vështirë, mendojmë, situata jon është pak më ndryshe. Perëndia ka siguruar zgjidhje për të gjitha situatat tona unike. Perëndia nuk ka pse nxjerr diçka të re për të plotësuar nevojën tënde. Fjala e dytë që dua të fokusoheni sot është kontroll. Kjo duhet jetë një fjalë inkurajimi për dikë. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimi njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që të tundojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap dhe rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Dikush mund të thotë, harroja. Nëse do të kishe parë tundimin përmes të cilit kam kaluar, do të ishe të merruar. Unë jam tunduar. Zoti e di që jam tunduar dhe unë jam lutur që të mos lejoj të tundohem. Tundimi ishte shumë i madh dhe asnjëri në sipërfaqen e kësaj toke nuk mund ta duronte dot. Zoti plotfuqishëm dëshmon me anë të këtij vargu të shkrimit se ai ka gjithçka nën kontroll. Ai është i gjithëpushtetshëm dhe gjithë fuqitë janë tek ai. Zoti sovran, i gjithëpushtetshëm, i kudo ndodhur, i njeh çdo aspekt të veçantë të tundimit tënd. Vetë Perëndia ka vendosur kontroll, limit dhe një qark rreth tundimit që vjen tek ty. Ai ka vendosur një kufi në çdo gjë që mund të bëjë Satani. Ndoshta ju jeni ulur diku dhe po dëgjoni radion. Ju mund të jeni i humbur. Ndoshta kurrë më parë nuk e keni pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj dhe mund të thoni prit një minutë. E gjithë jeta ime ka qenë disfat pa disfate dhe ti po më thuaj që Zoti ju ka dhënë kufi tundimeve të mia? Nëse je i humbur, po të them që ai nuk i ka kufizuar tundimet e tua. Nëse je i humbur, atëherë nuk ka asnjë qark rreth tundimeve të tua. Ti ndodhesh në ombrellën e Satanit, duke ecur në mish, duke jetuar në mëkat dhe sipas rrugës tënde. Miku im, për aq kohë sa nuk ja jep jetën tënde Zotit Jezus Krisht, nuk ke as shansin më të vogël për të mundur tundimin që vjen në rrugën tënde. Ky varg nuk është shkruar për jo besimtarët, por për besimtarët. Ai thot se ka gjithçka nën kontroll. Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që t'ju tundoj përtej fuqive tuaja. Kjo do thot që ai nuk ndryshon kurrë. Atij mund t'i besojmë gjithmonë. Nëse dikush tjetër thot, nuk do ta lejoja këtë. Kjo është tjetër gjë. Por vetëm Zoti është sovran. Zoti i gjithëpushtetshëm është i vetmi që mund të thot, nuk do ta lejoj Satanin t'ju tundoj përtej një pike të caktuar. Pra, Satani është subjekti i ligjit të Zotit. Satani është subjekti i dorës së Zotit dhe fuqisë së tij. Asnjë fuqi demonike në sipërfaqen e tokës nuk mund të lëviz asnjë centimetër nëse Zoti nuk e lejon. Pra, gjithçka është nën kontrollin e tij. Perëndia nuk do të lejoj që të tundoheni më shumë se jeni në gjendje të duroni në frymën e Zotit, jo në forcën njerëzore, por në frymën e Zotit. Së pari tham që tundimi ishte i zakonshëm. Së dyti, i kontrolluar. Dhe së treti, ai mund të mposhtet. Kjo do thot se ne kemi privilegjin për ta mposhtur tundimin. Perëndia ka bërë 2 premtime. Pali thot, por me tundimin do t'ju jap dhe rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Më lejoni t'ju tregoj se çfarë nuk ka premtuar ai. Perëndia nuk ka premtuar të largoj gjithë tundimin. Ai nuk e ka premtuar këtë gjë. Ai nuk e bëri këtë për Adamin në kopësht. Ai nuk e bëri këtë për birin e tij të vetëm lindur Jezus Krishtin. Ai nuk e bëri këtë as për Palin dhe as për ndonjë tjetër. Ai nuk thot se do të largoj tundimin, por se do t'ju jap rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Dua të më dëgjoni me kujdes. Njerëzit tonë, kam qenë në këto situata të vështira dhe nuk kam patur asnjë rrugë shpëtimi. Miq, problemi nuk është që nuk kemi një rrugë shpëtimi, por se kur drita e kuqe fillon të ndizet, duke na paralajmëruar dil jashtë, ne i mbyllim syt dhe nuk duam ta shohim. Kur fillon të bjerë alarmi duke thënë largohu, vrapo, mbathja, mos e bëj atë, ne i mbyllim veshët. Pastaj biem në tundim dhe themi,
O Zot, përse lejove që të veproja kështu? Më lejoni t'ju them diçka. Më dëgjoni me vëmendje. Kur vjen tundimi, Zoti i gjithëpushtetshëm, që një detajet e ndërlikuara dhe çdo aspekt të tundimit thot, sa herë që tundohesh dhe ndalon për të parë mirë, do të vësh re një rrugdalje. Ajo ndoshta mund të jetë në mes të atij tundimi ose diku në anë, por Perëndia thot, ai do të jap një rrugdalje në mënyrë që të jeni të aftë ta përballoni. Ai nuk thot se do ta largoj tundimin. Ti do që ti të mund të mbijetosh në sulmin e vrullshëm të Satanit në mënyrë që shigjetat e zjarrta të Satanit të mund të bëjnë rikoshet në mburojën e besimit tënd. Perëndia thot, ekziston gjithmonë një rrugdalje. Nëse gjen veten në një situatë ku tundohesh, Zoti i gjithëpushtetshëm vjen për të shpëtuar. Ai ka siguruar tashmë një rrugdalje për fëmijët e tij në mënyrë që ata të mos i nënshtrohen tundimit. Ky është premtimi i mrekullueshëm i Zotit për ne. Por nëse Zoti i bie ziles dhe ndizet drita e kuqe që të paralajmëron të ikësh, atëherë do të bëje mirë të ikje. Mos thuaj faleminderit Zot, por besoj se mund t'ja dalë në këtë situatë. Shpesh herë kur fillon të bjerë zilja dhe të filloj alarmi, ne themi faleminderit Zot për këtë paralajmërim, por mendoj se mund të merrem me të. Miqtë e mi, ne shpesh mundemi dhe shkatrohemi gjatë tundimeve sepse refuzojmë rrugdalje. Kjo nuk ndodh për shkak se duhet të nënshtrohemi, por sepse mbyllim veshët ndaj alarmit, mbyllim syt ndaj tingujve dhe ndaj rrugdaljes. Dhe çfarë themi në këtë kohë? Ndoshta nuk mund t'ja themi Zotit këtë, por mendoj se mund t'ja dalë. Kjo ka qenë gjithmonë gënjeshtra e Satanit. Ai thot, ti mund t'ja dalësh vetë. Ti nuk ke përse largohesh, ti mund të përballesh me të. Ti ke pjekuritë të mjaftueshme shpirtërore por tu marr me të. Më lejoni t'ju them diçka. Nëse Zoti nuk do të kishte synim që ju të largoheshit, nuk do t'u jepte fare rrugdalje. Nëse nuk do të synonte që të dëgjonit dhe t'ju tregonte rrugdalje, nuk do ta kishte bërë këtë të mundur. Zoti i gjithëpushtetshëm ka premtuar një rrugdalje sa herë që vjen tundimi. Sa herë që vjen një tundim, ne kemi një përgjegjësi. Nëse vjen një tundim dhe Zoti thot, shko në atë rrugë, por ne nuk ecim në rrugën e Zotit dhe bijem, nuk na ngelet gjë tjetër, veçse të fajsojmë veten tonë për këtë. Ne nuk mund të fajsojmë Zotin. Çfarë thot Pali për Zotin? Zoti është besnik. Kjo do të thotë se ne mund t'i besojmë Zotit në çdo kohë. Ne mund të besojmë se ai do të bëjë një rrugë në mënyrë që ne të dalim fitimtar nga ai tundim. Ndoshta mund të goditemi nga çdo drejtim, por ai thotë se ne do të jemi në gjendje ta përballojmë tundimin. Ti mund të thuash, në rregull, por cila është përgjegjësia ime? Dua të më dëgjoni me kujdes. Si mund t'i rezistojmë tundimit? Shkrimi tek letra e Jakobit, kapitulli 4, vargu i 7, thotë se ne duhet t'i rezistojmë djallit. Nënshtrojuni prap Perëndis, kundërshtoni djallin, dhe ai do të largohet nga ju. Por si t'u rezistojmë fuqive demonike? Hapi i parë pra është besimi. Tani më dëgjoni me kujdes. Dikush mund të thotë, mos më thuaj se kjo është shumë e thjeshtë. Unë po i them se kjo është e vetmja rrugë. Ju duhet të dëgjoni atë çfarë do të them. Kur vjen tundimi, Zoti thot se ai jep një rrugdalje në mënyrë që ne të mund ta përballojmë. Cila është përgjegjësia ime? Përgjegjësia ime është të dëgjoj Zotin dhe të zgjedh rrugdaljen e tij, cila do qoftë ajo. Natyra e tundimit do të përcaktojë edhe natyrën e rrugdaljes. Por si reagojmë ne në mes të tundimit, në mes të mërisë, thashethemeve, vjedhjes, gënjeshtrës apo gjithçka tjetër? Si reagojmë ndaj tyre? Si mund t'i mundim këto tundime pavarësisht nga natyra e tyre? Ne e dim se ato janë të kufizuara. Në rregull, ky është çelësi. Ti nuk duhet të mendosh që je vetëm kundra Satanit. Ti nuk mund ta mundësh tundimin kështu. Sa herë që vjen një tundim, ne duhet të kujtojmë se bashkë me tundimin, Zoti im i shenjtë, i drejtë, i mrekullueshëm dhe i dashur më ka dhënë një rrugdalje. Unë duhet vetëm të dalloj se cila është rrugdalja. Së pari, unë duhet të kujtoj se fuqia e mëkatit brenda meje është thyer. Kryqi i Jezus Krishtit
nuk u kujdes vetëm për shpëtimin tim, por edhe për principin e mëkatit brenda meje. Ai e shkatroi fuqinë e tij. Kështu që unë nuk kam pse të mëkatoj më. Sa herë që një fëmijë i Zotit mëkaton, zgjedh të mos i bindet Zotit. Perëndia thotë, në kryq fuqia e Satanit u thye dhe u zhvesh. Prandaj unë duhet të kujtoj këtë të vërtetë. Bashkë me tundimin vjen edhe rrugdalja. Së dyti, unë duhet të kujtoj se fuqia e Satanit në jetën time është thyer kështu që unë nuk kam pse t'i nënshtrohem. Tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargjet 11 deri në 13 thuhet: Kështu edhe ju, konsiderojeni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin në Jezus Krishtin, Zotin ton. Le të mos mbretëroj pra mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i bindeni atij në epshet e veta. As mos i jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete e pautësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndin. Thuhet, unë nuk kam pse të dorëzohem. Cila është pozita ime si fëmijë i Perëndisë? Pozita ime është kjo: unë jam në Jezus Krishtin dhe ai është në mua. Ai është roja e sigurimit të jetës sime dhe asgjë nuk më godet dot mua, sepse godet atë në fillim. Unë kam mbrojtjen e tij hyjnore dhe vetmja herë kur do të dorëzohem është kur zgjedh me vullnet të lirë të dëgjoj gënjeshtrën e Satanit. Bibla thot se kur vdiqi Jezusi, vdiqëm edhe ne. Kur ai u varros, ne u varrosëm. Kur ai u ngrit, edhe ne u ngritëm. Kjo do të thotë që ne jemi të identifikuar me të në kryq. Kur Jezusi vdiq, ai tha se na quajti të njëjtë me të. Ai mori mëkatet tona me vete dhe i varrosi. Ne u ngritëm për të ecur në një lloj tjetër jete. Dhe tani fryma e shenjtë banon në ne. Jezus Krishti jeton në ne. Ne kemi fuqinë binatyrore të Zotit brenda jetës tonë. Fuqia e mëkatit është thyer, kështu që me anë të besimit unë njoh pozitën time. Pozita ime është se me anë të besimit unë shpall vdekje për mëkatin, sepse Zoti tha se kur Jezusi vdiq, unë vdiqja bashkë me të, dhe nëse jam një i vdekur, atëre ai tundim nuk më tërheq as pak. Miq, nëse mendoni se kjo gjë nuk funksionon, provojeni para se të shkoni për të fjetur në darkë. Është shumë e thjeshtë. Është një akt besimi. Të mundësh një tundim nuk do të thotë të përpiqesh të luftosh, të lexosh Biblën, të shkosh në kishë më shumë, të lutesh apo t'i përgjërosh Zotit të jap më shumë besim. Kjo nuk ka vlerë. Ti ndoshta mund ta kesh bërë këtë dhe përsëri e mundur. Miqtë mi, ne duhet të kujtojmë se çdo tundim ka një rrugdalje. Ne duhet të kujtojmë se Zoti i Gjithëpushtetshëm ka thyer fuqinë e mëkatit në jetën tonë dhe gjithçka në të cilën tundohemi e ka një kufi. Shpallni pozitën tuaj me anë të besimit. Unë vdiqja kur vdiq Jezusi dhe një njeri i vdekur nuk dorëzohet. Prandaj edhe unë nuk dorëzohem. Më lejoni t'ju them diçka. Përse mendoni se u tha Pali Galatasve këto fjalë tek letra drejtuar Galatasve, kapitulli 2, vargu 20? Unë nuk rizova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua, dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua. Përse vallë tha Pali këto fjalë, kur po fliste për kryqin tek letra drejtuar Galatasve, kapitulli 6, vargu 14? Sa për mua, mos ndodh kurrë që unë të mburrem me tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit ton, Jezus Krisht, për të cilin bota është kryqëzuar tek unë, edhe unë te bota. Pali mësoi të merrte pozitën e tij në kryq kur u tundua dhe e dinte që ajo ishte rruga e fitores. Kjo është rruga e vetme e Zotit për fitoren. Nuk ja vlen të luftosh kundra tundimit apo mëkatit në forcën tënde. Ti nuk ke për ta mundur kurrë tundimin, thjesht duke u lutur për të. Do t'ua them se përse nuk mund të ndodhë kjo. Sepse sa më shumë flet për të, aq më shumë punon Satani në mendjen tënde. Sa më shumë mendon për të, aq më shumë fantazon. Dhe mendoj se ndërkohë që flet me Zotin, Satani hyn në jetën tënde lutse
dhe i ngatron të gjitha gjërat. Nuk mjafton vetëm të lutesh për të luftosh kundra tij, të lexosh Biblën më shumë apo të lutesh Zotit më shumë. Çfarë duhet tjetër? Duhet që ta nënshtrosh veten tënde pa kushte, nën kontrollin e plot të frymës së shenjtë, dhe pastaj të marrësh pozitën tënde si fëmijë i Perëndis dhe ta falenderosh atë për fitoren tënde. Falenderojeni atë se ju jeni i gjallë në Krishtin Jezus. Falenderojeni se edhe në tundimin më të madh të jetës, Jezus Krishti është me ju duke bërë një rrugdalje në mënyrë që të jeni të aftë ta përballoni dhe të dini fitimtar. Çfarë thash? Vetëm një gjë të thjeshtë. Rruga përfitore në tundim është besimi në pozitën tënde në Jezus Krisht dhe ushtrimi i saj kur Zoti ju jep një rrugdalje. Miku im, asnjë prej nesh nuk mund të arsyetoj të fajsoj Zotin apo dikë tjetër për dështim kur të ndohet. Letra e parë drejtuar Korintësve, kapitulli 10, vargu i 14 thot: "Prandaj vëllezër, largohuni nga idhujtaria. Zoti na jep një rrugdalje. Largohuni prej saj sa më shpejt që të mundi." Gjithçka përmblidhet vetëm tek një gjë e thjeshtë. A dëshiron ta mundësh tundimin? Nëse nuk dëshiron ta mundësh tundimin, Zoti nuk do të detyroj ta bësh me forcë. Nëse do ta mundësh tundimin, Zoti do të siguroj një rrugdalje. Ai i ka vendosur një kufi i tundimit. Zgjedhja me anë të besimit të përket ty. Rrugdalja të përket ty. Ti ndoshta mund të jesh tunduar në shumë fusha, por dua të them se herën tjetër që merr një ofertë dhe e di që është një shtytje nga i ligu, kujtoj që bashkë me atë tundim, mjaft afër ti, ndodhet rrugdalja e Zotit. Miku im, me shumë mundësi, ai moment është kriza më e madhe në atë tundim. Në ato moment kur Zoti të ofron rrugdaljen, pyet veten: a do ta pranoj këtë tani apo do të përpiqem të merrem me këtë tundim dhe të qëndroj aty edhe për ca kohë? Gjëja më e zgjuar që mund të bëni sa apo të dëgjoni rënien e zileve dhe mundësinë e shpëtimit është të mos flisni më, por të bëni thjesht atë që tha Pali: vetëm vraponi me anë të besimit. Tema e tundimit ka konfuzuar dhe shqetësuar shumë nga bijtë e Zotit. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley qartësoi misterin që rrethon këtë betejë të vërtetë në jetën e besimtarit. Kini parasysh se ju nuk jeni përgjegjës për tundimin, por për mënyrën se si reagon ndaj tij. Tundimi mund të jetë i madh, por ne nuk kemi pse të jepemi pas tij. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargjet 11 deri 15 thon: "Kështu edhe ju, konsiderojeni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin, në Jezus Krishtin, Zotin ton. Le të mos mbretëroj pra mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i bindeni atij në epshet e veta. As mos jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete pa udhësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia, si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndin. Në fakt, mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir. Atëherë çfarë? Të mëkatojmë sepse nuk jemi nën ligj, por nën hir? Kështu mos qoftë." Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valëteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.